Atë ditë kur vdiq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si thotë Enesi, adhlama minha kullu shay, u arsun Medinë çdo sen. Sahabët ishin mësuar po çdo sen në dritën e prezencës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur vdiq ata e përjetuan shumë rënd. Dhe atë ditë që vdiq alaihi salatu wasallam, Omeri tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam s'ka mundësi me vdek. Pejgamberi nuk vdes. Ka hala shumë punë që do të mi kry, nuk vdes pejgamberi. Ai ka shku tek Allahu, sikur se Musa alayhi sallam, që të komunikoj me te. Dhe ka mu kthy, s'ka vdek pejgamberi. Kush thot se ka vdek, ai është munafik, e që unë do të veproj me te kështu dhe kështu. Disa tjerë thonin, nuk ka mundësi me vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është hala gjallë në mesin tonë, është pak pa qef, po ka mu rikthy. Dhe të tjerë nga sahabët që nuk e kishin qartë se çka është ndodhur. Edhe pse Allahu azza wa jall kishte zbrit ajete që të tregonin për vdekjen apo ofrimin e vdekjes së tij alayhi salatu wasallam. Por, siç thon në një fjalë të urtë, dashuria e verbon dhe e shurdhon njerin. Ata që shumë e dënin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe dëshirojnë jetesën me të, e harrojnë në realitetin se ai është bashar, njeri, ka me vdekje dhe ai. Dhe nuk e shenin me sytë në faktin që pejgamberi nuk po mundet namaz me dalë që sa ditë. As nuk po mundet me qëndru në këmbët e tij, nuk po mundet me ecë. Që ato janë ato treguesi që njeri është të shku drejt vdekjes dhe takimit me Allahun azza wa jall. Dhe këtu trazira duke ndodhur, dhe Omeri duke kërcënu, disa të tjerë duke nga munafikin, nga hipokritët e Medinës, duke shpif, dhe duke u mundu që me futë trazira në mesin e njerëzve, dhe duke pretendu se që ka mundësi me vdek një pejgamber dhe me lënë popullin e vetë, dhe kështu me radhë. Erdhe Ebu Bekri radhiyallahu anhu, dhe hyri tek dhoma ku ishte i shtrirë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe si transmeton Aisha, e zbuloi fytyrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe puthi në ball dhe i tha: "Tibta hayyan wa mayitan ya Rasulullah." Shumë i mirë ke qenë i gjallë, po dhe je shumë i mirë edhe i vdekur ja Rasulullah. Dhe puthi në ball dhe vetëm atë i rodhi një lat nga syri i tij. Dhe me njëherë doli në xhami dhe u drejtu në vendin ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mban ligjëratat, do thotë në hutbën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në mimberin e tij. Dhe u ngjit dhe filloi fjalimin. Dhe fjalimi i tij ishte se përmbledhja e fjalimit. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë njeri me mision që Allahu e ka dërguar. Dhe si përfundon misioni i tij, ai shkon tek Allahu. Dhe ai ka përzgjedhur që të shkojë tek Allahu. Wa ma Muhammedun illa rasul. E i lezoj ajetet e surës Al Imran. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ka qenë asgjë tjetër përveç se i dërguar i Zotit. Nëse ai vdes apo vritet, a keni me ia kthy shpinën thes? A keni me braktis atë? Dhe tha, kush e ka adhuru Muhammedin, le të di se ai ka vdek. Kush e ka adhuru Allahun, Zotin e vërtet që e ka dërgu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, Allah është i gjallë, i përjetshëm. Dhe sahabët e kuptuan që vdiq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe tash bara dhe misioni për hapjes së fesë është mbi supet e tëna. Edhe Omeri thot më lëshun kont, edhe kuptova se Allahu na pas ka tregu që ka me vdek, po atë ajet sikur se e kom harru krejtësisht që ekziston në Kur'an. Kush e din rrethanat dhe trazirat që ndodhen në ditët e vdekjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kur vdiq ai dhe ditën që e pasoi atë ditë, e kupton se çfarë trazire, që pasojat ishin shumë të mëdha, që tash kena me përmendin inshallah disa prej tyre. Por fjalimi Abu Bekrit radhiyallahu anhu që thoi do thot populli ja u heki dyshimet e sahabëve sikur me dorë.